Fshati i Greme i Ferizajt, sado që mund të duke i vogël, në oazën e vetë po rriste një çlirimtar të madh, për të cilin më vonë do të flitej në superlativ. Është ky Agim Atoshi, një djalosh fjalë pak, që me vendosmërinë e palëkundur do t'i bashkohej fuqishëm mozaikut përgjakur e përplot krenari të çlirimit të Kosovës. Fëmijëria e tij ishte e gërshetuar me një temperament të zjarrtë, për të paralajmëruar një karakter të mirëformuar dhe jo nënshtrues. Për mu tut nuk o tut, heq kur ka ardhur zona e Kaçanikit, 26-7 janë kanë, a I ka përcjell, ashtë u munoj shnane me thonë maja që këneja, maja që nej. Këtha, unë me 30 vetë, tha, Francili, nuk mu I tha mu bon së kërë, zhobat në posë, sa këtë qëtë guri me pushu. Po ka një ngushën dhe lavë, me babe, me nane, këti kanë gu. Sa ka një pritushëm heq, as në luft, as pritojke. Orë birë të isha kanë me të zanë, për kraj kanë me të nëzitë, sur ujke heq. Hajtë dalë ke lujke, hajtë marke marke ke... S'kesh qef me ditone. Qkur për nisët. Duke ndjerë thellë thirrjen morale e kombëtare, Agimit nuk ju desht shumë për të vendosur pro inkuadrimit në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qysh në ditët e para të themelimit të saj. Kam pas raste të ri edhe në odën e bacit Abbas, pra babait të Agimit, dhe sa ka qenë I vullnetshëm ai për të inkuadruar për çlirimin e vendit. Bile në një rast, kur ne kishim grumbullu një sasi të madhe të armatimit në podrumin e odës aty, kur rrinim së bashku, me bacin Abbas, ndoshta fillimi për çdo kënd ka qenë I vështirë. Ndoshta edhe fillimi I luftës njerëzit nuk I ka bind fillimisht, se mund të përbalemi me armikun në atë kohë. Mirë po, pasi edhe Bacin Abbas e pa punën e mirë që ne kishim I ba, seriozitetin ton, edhe ajo bindë se ne me të vërtet do të fillojmë luftën. Do të thoja, është fjala për maj qershor 98-ës në zonën operative të Neredimës, që atëherë u quajte si në zonë operative Neredimës për Ferizaj dhe rrethin. Kështu që Agimi ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht edhe në fillet e saj, do të thoja. Më vonë, lagja Berisha në fshatin Greme u ba edhe pothuajse një bazë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të nderuar, në emër të komandës së zonës operative të Neredimës, ju uroj këtë ditë betimi. Këtë ditë që duhet të jetë e shenjtë për ju. Pra, jeni betuar për tokën kosovare, jeni betuar për trojet kosovare, jeni betuar për trojet shqiptare. Pra, betimin do të qojmë deri në fund. Gjeneratës së re, I uroj suksese në luftën e më të tjeshme, apo edhe në punën ushtarake të më të tjeshme. Përpjekjet për formimin e zonës operative të Neredimës fillojnë në fshatin Greme, në lagjen e Berishajve, më konkretisht në odën e Bacës Abbas.
Rreshtimi i ushtrisë ishte bërë po ashtu në fshatin Gremi, duke vazhduar për në Pleshinë, për të ndaluar në Mollopolc. Ofensiva e shtatorit me që rast u bë granatimi i fshatit Jezerc, do të nxjerrë në pa atributet e shumta të agimit prej një luftëtari vetmohues. Pas ofenzivës Jezercit ose pas ofenzivës shtatorit që është realisht është quajtur me plot kuptimin e fjalës epopeja e UÇK-s e Jezercit. Pa gjeturin, pa trimrin dhe pa gjakthosin e Agim Matoshit, Sokoli, Naim Bekës dhe shumë tjerëve që kanë qenë pjesë e ekipit furnizimit, shumë vështirë do ta kishim që t'i tërheqim civilët, t'i tërheqim plagosurit dhe t'i vendosim në për shtëpit sigurta, në për vendet sigurta dhe pjesën tjetër ta dërgonim në shërim jashtë Kosovës, si që është Shqipëria ose më larg. Po mos kishe qenë Agimi, pjesa e kolonës që është tërheq prej Jezercit, ndërtim Burnikut e Tutje, kishte rënë prit sigurisht e stanet e doganave është një vend, mirë po Agimi e ka hetuar që atje kanë qenë koncentruar forcat serbe, e ka dredhur rrugën, pastaj kur ka shku ekipi tjetër, ende zjarri ka qenë i ndezur. Thot Agimi e ka njoft gjithë atë pjesë do lëvizje të forcave serbe dhe eventualisht çdo informacion cilin ata e kanë pas për lëvizjet e forcave TUÇK-s, ai e ka pas informacion. Ka qenë 98-ën kur ne kemi bërë dërgesën më të madhe në zonën operative të Jezercit me armë. Ka qenë një sasi që asnjëherë s'është quat shumë, domethënë ka qenë një traktor i mbushur plot, ka qenë dimër, ftoft, mraz, mirë po borë s'ka ra. Në fshatin Gaç ja ka filluar me ra borë. Derisa kena arë në këtë pikën këto, në livadet e Burnikut, tek lisat që e quajnë këto vendasit mrizat, bora ka ra gati, e ka kalu gati 1 metër. Ka qenë domethënë një rrugë shumë e vështirë. Ai dinte të befasonte me gatishmërinë e shumëfisht, për të cilën ndoshta edhe nuk ishte i thirrur. Këtu ishte fundi i muajit korrik të natë 8-s. Pra ditë unë isha në vëzhgim të terrenit kur pash një grup të djemve të ri, prej 25 vjetëve. Për mu ishte pak e befasueshme, mos është sulmu në i fshat dhe ka nikën njerëz, por kur e pash Agimin me ta, dita që mund të mos jetë që mendoj unë. Bisedja sipër me Agimin, bisedum që ato ishin të gjithë djem të këtij fshati, që në një mënyrë ishin frymëzuar nga Agimi, apo thjesht Agimi ishte ai i cili kishte mush mendën aty që ato djem të vinë aty, dhe kishte pronë në Jezerc. Pasi që erdhën në Jezerc, ato djem u nisën për Shqipëri për të furnizuar me armatim. Por sikur për Agimin nuk mjaftojshin vetëm këto. Agimi mori pjesë drejt për drejt në betejë. Personalisht, në 2 prill, kur u sulmua fshati Greme, unë isha me njësit në mbrojtje të fshatit. Nuk e disha ku gjendet Agimi, se ishte në cilësi të tjetër. Dhe mas sulmit të parë, Agimi erdhë me 5 ushtarë të armatosën. Dhe mor lajmëruar në mënyrë ushtarake. Ja shoku komandant Konake, urdhënar të cakton e pozicionet. Pra, ai ishte një me madhe në atë moment. Agimi nuk ishte i vetëm. Ai kishte gjithmonë për krah shokun e tij më të mirë të luftës, Naim Bekën. Ishin të pandashëm gjatë tërë luftës qlerimtare deri në ditën e rënies së tyre. Në betejën e njohur si aksioni tek Lushi, Agimi me shok u shkaktoi humbje të mëdha forcave paramilitare serbe. Ky është ai vendi ku ata kanë kryer një aksion, do të thotë që i thojnë tek Lushi. Aksioni ka qenë i kryer kundër forcave paramilitare serbe dhe ushtarake, ku forcat ushtarake dhe paramilitare serbe kanë pas një humbje jashtëzakonisht të madhe dhe njësiti ushtrisë çlirimtare të Kosovës është tërheq pa asnjë humbje, që do të thotë se ka qenë një sulm dhe një aksion mjaft mirë i organizuar dhe sigurisht që ky aksion ka qenë mirë i organizuar pasi që në këtë aksion kanë marrë pjesë Naimi dhe Agimi, të cilët dytë e kanë njoft mirë këtë teren, pasi që ata këtë teren e kanë vëzhgu me qindra apo 1000 herë mund të themi, sepse ata vazhdimisht kanë qenë në lëvizje duke i hulumtuar edhe pikat më strategjike.
Fillimi I marsit të vitit 1999 sjell betejën e zjarrt të Kaçanikut. As nga aty nuk mungojnë kujtimet mbreslënëse për heroizmin e Agimit. Përveç virtyteve të shumta, Agimi veçohej edhe me shoqëruesen e tij të pandashme, armën e tij, gjithashtu të veçantë. Agimi ka qenë shoqërues I joni, ishim atë kohë bashkë me kryeministin Hashim Thaçi, me zotin Rambuja, ishim në vizitë njësiteve tona dhe ruaj një kujtim jashtëzakonisht mirë për ta. Më ka lënë vërtet mbresë të thella. Agimi vërtet ishte një ushtar I veçantë. Jo vetëm për nga arma e tij, më kujtohet shumë mirë, e kishte një armë AK-44, dhe e kishte me kondak drone dhe kishte së shkurtuar, që të kishte sa ma mirë të manipulante përdorte atë. Me fillimin e luftës së përgjithshme të ushtrisë lirimtare të Kosovës në veçantinë e vitit 98-99 dhe hyrja e Agim Matoshit në formacionet e para të ushtrisë lirimtare të Kosovës në zonën operative të Nurodimës ishte një fuqizim jashtëzakonisht I madh për gjitha formacionet tona, për betejat që pritishin të zhvilloheshin, për angazhimet e mëvonshme. Unë për të parë bashkëluftetarin Agim Matoshin e kom takuar në zonën operative të Nurodimës. Ishte një kënaqësi të punoje dhe luftoje me të, ishte një përgjegjësi e madhe të bashkëveproje me të, ishte shembulli më I mirë I afrimit të njerëzve, I luftetarëve të lirisë, për t'ju dhënë vullnet dhe kurajo për të ardhmen, vullnet dhe besim e shpresë përfitore kundër ushtrisë dhe policisë serbe. Agimi dhe familja e tij ishin strumbullari I organizimit të asaj pjese të ushtrisë lirimtare të Kosovës, veçanti me ardhjen e luftetarëve të ri, të sistemimit të tyre, në fuqizimin e organizimit dhe fushbetejave që zhvilloheshin anë kënd asaj pjese të Kosovës. Nga këndi I bashkëluftëtarëve, çdo takim me Agimin ishte I ndërlidhur me hovin e betejave dhe përgjegjësinë e përmbushjes së detyrimit ndaj atë dhëut. Roli I Agimit ka qenë mjaft I madh në përcjelljen e delegacioneve ushtarake, por edhe të furnizimit që është mbajtur në këtë vijë, nga brigada 162 deri në komandën e zonës në Jezerz dhe Mollopolc. Agimi bashkë me Naimin dhe Ahmet Kaçikun kishin për detyrë bartjen e armatimit nga Kaçaniku për në Jezerz. Atëherë, kur armët ishin më së nevojshme për të riformuar ushtrinë në zonën e Nurodimës. Ai ishte pothuajse I vllazëruar me shokët e tij. Nëna e shokut të Agimit, kur flet për të, shprehet gati si për të birin e saj. U bë lufta në Reçak bashkë për me njohë gjatësisht ata që atëherë kum njoft, se ja kanë shumë momente të vështira. Ma e din të gjithë njerëz që janë gjallë. E Agimi ka rreziku në atë kohë ka armë marrë mua në shtëpi. Jam kanë shumë e mërzitën edhe shumë e humbëm, se ma ish koha shumë e ranë, vdekja ish shumë e ranë. Ka arë qika Ahmetit e madhe, jam ka thënë I nanë, ka arë një njeri në bërë, edhe po të thirë ty. Kur kom dalë, kom pa Agimin. Ai me fjalë hecën më ka fol pilotëve, veç me ka zgatë dërën, thash, o trem, ba hitrima se për ata këni dalë me vdek, edhe unë nuk kam dëshirë ty më të patu qajtë. Ma ka qitë dërën në këlla qafës edhe ka thonë këna ardhë më të marë. Më ka dukë së ku më pas në gjallë ja. Atëherë I kom thonë unë se Ahmetit, thash hajde bia ime dhe kemi unë se diçkujnë, se ka orë këtë trim më në marë për vërrim gjallit. A I tha jo, do të është vetëm ti, tha sa është koha shumë e ranë, ka luftime, ndështë tha ku do të zatetni do të luftuj. Thash ani Agim, thash nëse të fulli sikur me djallin tem. Thash pëse koha e ranë, kur të vritështi, po vrit me edhe na. Jo, tha se thminë kush I mbata Ahmetit. Dhe gjithat fuqi që e kësh, nuk është vrejken zanë heqë që janë shtatë që mërzit që veç ftyrën edhe për lutën shumë. Rrëfimi I detajuar I nënës Velime bartë në vete freskinë e dhembjes për dëshmorët e saj të zemrës, dëshmorët e Kosovës. Agimi kish pas dalën,
me marrë vesh, a kam rinjë armatimi, a ka përci kufinin hala aja. E ati shkon Ahmeti, Naim Beka, Imri Bajnica, Imri Halili, veç sa kish pas dalë me ata, veç nderë kum full me ta, ma shumë jo, edhe mosën e kum takue, a unë e kum bë ditën me Ahmetin edhe me Naim Bekën. Edhe në mramje ju ka orlojmi, po s'm kanë kalzu mu si nanë, atë më brëshin për mje, tha ti nanë që tash ku dhe të bunsh Ahmeti, tha se unë e du me fëllën telefon. Sigurisht me agimin kanë full se a i shkon u dhesë që aty për armatim, edhe dullin të ka ura në gjysmë 6 mramje, a kanë 13 nënturi, ku heshtira kanë, bura kanë, mrazi madha kanë, atë natë s'ta marrë kemenja me dalë, asna për bërtonin e jo me bajt armatim. E pri atyhit, kishin pas dalë, kishin pas prit armatimin në Rakaj të fusha pajtimit, edhe me traktor na për Gaçk, e në Bajnic, prej Bajnica të Ahmeti kish pas në Roteshat edhe Qerapat, edhe në Burnik kanë dalë, aty në Burnik që kanë bajt armatimin, unë ma nuk e di. Ahmet Kaciki o konë me Naimin, kanë nejtë këtu, edhe jënë qutën e të nesrit, gjithë dita kanë nejtë, i kemi qutë shpia se kemi lanë nëdë, se thëshmi po dhjenë o kushe i zenë. Na kësham të një kanë hongër darkë, Ahmeti, Naimi, edhe kanë dalë natën, kanë shkuën në Rëvishaj. O kanë vra një djali ra në Vishit, kanë shku të një edhe në Slatin të Ajtërzia, edhe jenë këthyma 4-5 dite, ju ka ardhaj materialit që e kanë pasë edhe e kanë qu një zërcë. Me Ahmetin shumë mire kanë qu, ka orë këto ka bujt. Kena bëjmë buke, asi ka nejtë me lastun janë ginë korë me Ahmetin edhe me Naimin. Ta në ma kur dhe që Ahmeti qera o të shmërë. Shumë kanë mërzit, flëk të vetën tykë kanë t'i qitë. Agimi u emrua komandanti kompanisë së parë të logjistikës. Gjithmonë ishte në rrezik, por falë zgjuarësisë së tij, asnjëherë nuk ra në grackët e armikut. Ai kishte fituar besimin e të gjithëve, sepse të gjithëve u delte për krah, kur ishte më së shumti e nevojshme. Agimi ka qenë përveç asaj njeri i guximit, e ka pas një karakter të veçantë, që shumica për ne kishim zili, lakmi, a e kishte besnikrin. Me agimin, në gjdo kohë, në gjdo lëvizje, në gjdo veprim, kanë mundër, pa morë parasysh gradën që kemi pas në luft, me bisedu, sepse besnikria e ka bët veçantë. Agimit i kanë besu, duke fillu nga njeriu i parë që drejton të Hashim Thaçi dhe të tjertë, sepse Agimi e mban të këtë vi, edhe që e ka njoftë shumë mirë, në me thonë edhe këtë vendin ka jemi ka pjesa e Lubotenit, dhe po thuaj të gjitha lëvizjet e personaliteteve të luftës, antarëve të shtabit për gjithshëm, kanë kalu pikrisht në këtë vend ku jemi, dhe nuk ka qenë e mundur që të kalohej pa Agimin, sepse ai e kishte guximin, e kishte besimin dhe njerëzit i besonin. Cilësia e tij prej udhërrëfyesi ishte bërë më së evidente. Mendoj që roli i Agimit ka qenë këtu, si përcjellës i vazhdueshëm i ushtarëve dhe oficerëve nga zonat e ndryshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke kaluar rreziqe të panumërta, duke kaluar situata të jashtëzakonshme, kritike, dhe duke bartë një përgjegjësi të madhe sepse përmes tij kanë kaluar qindra ushtarë, armatime, furnizime, po edhe dhjetra personalitete të ushtrisë shqiptare të Kosovës në atë kohë. Jam njëri nga ata të cilët kanë pas rastin dhe fatin që Agimit me përcjell nga zona në zonën e rëdimit në drejtim të kufirit me Maqedoni, dhe unë kam pa me sy të mi
sakrificën dhe angazhimin të cilët kanë bërë këta kjo grupi djembe në kryo dhe me Agim Matoshin. Prandaj, ky njeri, sikur shumë dëshmorë të tjerë, ka një rol të veçantë ose një pozitë të veçantë në gjithë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës për detyrën dhe misionin që e kanë kryer, i cili ka qenë një nga misionet më të rrezikshme, sepse kanë ekspozuar vazhdimisht rrezikut dhe zënë një pozitë të veçantë në gjithë historinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në shtëpinë e dojës ti na ka pritur dhe ka qenë njëri ndër organizatorët i cili bënte përcjelljen e lëvizjes së anëtarëve të shtabit qendror, ku ky shtab qendror lëvizi pikërisht nga fshati Duraj dhe kemi përshkruar rrugën prej fshatit Duraj dhe kemi shku atje ku qëndron Kryqi, domethënë udhkryqi për Vitin dhe për Ferizaj, domethënë që njihet si udhkryqi i Gërlisës. Domethënë të lëvizësh në atë kohë gjatë kësaj rruge ka qenë tepër e rrezikshme, për arsye se forcat armike ishin të mobilizuara të gjitha. Kontributi i Agim Matoshit është pikërisht se ai ishte njeri i fjalës dhe njeri i besës dhe çdo herë ju ngarkojshin detyra me rëndësi, siç ishte kjo detyrë. Pra Agim Matoshi, së bashku me shokët e tij, ishte në balë të kolonës që ne lëvizëm nga fshati Duraj deri tek udhkryqi i Gërlisës. Agimi ishte çdo herë i gatshëm t'ju siguronte konak komandantëve, generalëve dhe ushtarëve të zonave tjera. Agimi ka bajt lidhjen me luftëtarët që i bihin prej pjesës jugore atje, edhe për mi përcjell deri ne ka ndërmja ka mëlla palsa ku kanë pas ato pikat e tyre. Natën tjetër me 11 mars, Agimi Naim Beka kanë qenë këtu edhe i kanë pritën Hashim Thaqin, kryeministrin e tanishëm. Ai ka arë me luftëtarë, pra vetë 20 kanë qëndru këtu të onë, por kanë ardha shumë ushtarë të tjerë të cilët i kanë prunde këtu dhe kanë qëndru ato ma pak kohë, e ata kanë pushu këtu dhe dikur kanë thjetë. Kjo shtëpi që shërbente si shtab në fshatin Gjurgjedel ishte frekuentuar shpesh nga grupacione luftëtarësh të prira nga Agimi me shok. Ky rajon ishte i kontrolluar fort nga Agimi. Luftimet në këtë zonë ishin të shpeshta, por ja se zhvilloheshin ato kur ai ishte i pranishëm. Agimi ka marrë një grup të ushtarëve dhe ka dalë në pikën numër 1, e cila ka qenë ma e rrezikuar për ta mbrojtur. Dhe ashtu që gjatë ofanzivës sërbe, Agimi ka përqëndruar në atë pjesë të vendit dhe ka mbrojt atë pjesë e cila na sulmonin ata. Dhe kurse si forcat sërbe nuk kanë mujt të depërtojnë në pikën tonë, sepse kanë pas humbe në ushtar. Organizimi logjistik ishte një segment i luftës në të cilin shtrihej lirshëm për kushtimi dhe vepra e tij. Agimi bashkëpunëtori më afërt e ka pas Naim Bekën, me të cilin ka vepruar në qytet, me të cilin ka vepruar në veprimtarinë logjistike dhe në strehimin gjatë përcjelljes ushtarakëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Me Agimin kanë pas kontakte drejt për drejta dhe urdhrat shumicën e rasteve i ka marrë drejt për drejt nga komandanti i zonës. Sa herë që grupet e ushtrisë qlerimtare të Kosovës ktheheshin nga Maqedonia për në Kosovë, ishte Agimi me shok që do t'i priste dhe do t'i shoqëronte. Agim Matoshin mund të flas, domethënë se e kam takuar hera parë, domethënë e kam takuar në Gjurgjedel, kur grupi i fundit që vishmin nga Maqedonia bëm një rrugtim prej Bllacës deri në Gjurgjedel. Dhe aty u stacionuam në Gjurgjedel dhe banëm një natë se prismi, domethënë që të vjen një grup nga Pleshina për të na shoqëruar për të kthyer në Pleshin, domethënë, dhe u duhet të bëjmë një natë në Gjurgjedel dhe
Agimatoshën nuk e kam njoftur, as në Mbekën, mirë po nga ushtarët e pritëshin me një entuziazm se vinë 2 njerëz për të na marrë, domethënë, na shoqëruar gjatë rrugtimit, dhe poshtë ata ushtarë, domethënë se këta 2 njerëz në vërtet ishin njerëz meritor dhe njihshin gjithë ato shtigje. Fshati Greme ishte bërë streh e sigurt për pjesëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, fal organizimit, vëzhgimit dhe kontrollit që ushtronte Agimi, Naim Beka, Avni Shehu e të tjerë. Kjo bjeshk e male nuk e tremnin as pak Agimin. Sa herë ishte nevoje për të siguruar informacione me tiparet e një atleti për mbushte misionin. Ai ka qenë një djalë pak fjalë, i urt, dhe si që thash i vendosur trim dhe i atlet, vërtet atlet i ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Për arsye, si që përmenda, sepse çdo porosi që ai ka marrë, ai ka kry me sukses. Porosit dhe përcjellja informatave nga Agimi ka ndodhur shpesh në drejtim qytetit, po në drejtim të Kaçanikut, apo në drejtime tjera të komunës së Shtimës. Mos flasmi për komunën e Ferizajt. Dhe për t'i kaluar të gjitha këto shtigje, në atë kohë kanë qenë jashtëzakonisht me rreziqe. Periudhat më të vështira ishin dëshmia kryesore e rezistencës së tij të vazhdueshme. Njerëz si ai nuk kanë periudha, nuk kanë epizoda. Njerëz si ai kanë kontinuitetin për kushtim. Edhe vërtet koha më e vështirë në Kosovë, edhe për UÇK-n, edhe për popullin nuk ka qenë koha e bombardimet. Koha kur njerëzit u deboheshin nga Kosova dhe shumë pak luftëtar, shumë pak amatim, shumë pak apo as pak municion nuk hinte në Kosovë. Edhe atëherë kemë pas raste, duhet ta pranojmë se edhe shumë nga ushtarët shie shumë, po disa nga edhe ushtarët e kanë çuar Kosovën, duke pas arsyet e veta, se kujdesin për familjet e tyre, dhe atëherë ka qenë koha më e vështirë, dhe në kohë të vështirë, vërtet dëshmohen edhe trimat edhe luftëtarët. Edhe ne me Agimin kemi qenë në kohën më të vështirë, kemi qenë edhe në situatat më të vështira që kanë qenë atë kohë dhe në atë zonë. Ferizaj, Gjilani dhe Kaçaniku ishin folet kryesore të Agimit, ku ai kontribuonte parreshtur në mënyra të ndryshme. Pozicioni i Agimit ka qenë një urë lidhse nërmjet dhënies funksionit të lidhshmërisë me Gjilanin, Kaçanikën dhe Ferizajin. Kryesisht Agimi edhe vetë shtëpia e Agimit është trajtuar si një urë lidhse e këtij pozicioni në kuadër të mundësive krijimit kushteve më të volitshme për furnizim. Jo rrallë gjente mundësinë për t'i dalë në ndihmë popullatës, duke u kujdesur që sigurt të zhvendoset përgjithësi. Kur mendimin e Naimit dhe të Agimit kemi arritur domosdoshmë me tërheq pas ofenzivës statorit një numër të madh civilëve edhe të ushtarëve, ku kemi pas edhe ushtarë plagosur edhe civil plagosur, gra, fëmijë, pleq. Kjo është pjesa ku kena zbrit Bilaxhen, Karameta dhe Beresht e Kurzit, që i thojnë këta. Kemi arritur domosdoshmë me i prunë qysh është mas mirë, fol atyre dyve, fol Naimit që ka ditë domosdoshmë pasi kemi qenë gjithë rrethkuar prej forcave serbe. Domosdoshmë merite e Agimit është që ne kemi marrë me civil edhe me ushtarë plagosur, edhe me civil plagosur në mbi fshatin Greme, domosdoshmë te lagja e Karameta edhe lagja e Beresht. Agimi ishte kudo, në çdo pjesë të trevave ku vepronte, dhe kurdo stimulim e motivim për bashkëluftëtarët e tij. Ai vazhdimisht ka insistuar në aksione dhe në një moral më të fuqishëm tek ushtarët e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, mos të presëm vetëm duke nejt, mos të presëm vetëm për shkak se filluan sulmet e NATO-s dhe ne tani duhet të qëndrojmë pasiv. Do të thotë ka qenë një ndër djemt dhe luftëtarët që më shumti ka kërkuar që aksionet të vazhdojnë dhe të kenë një vrull më të madh. Do të thotë ne këtu jemi për arsye se ai ka lëvizën në për këto male, do të thotë nga andej, ai ka ardhur prej maleve Burnikut, Kashtanjevës, Jezersit, do të thotë, unë besoj që ai nuk ka pas vend në për vijat ku
ka qenë furnizim me armatim, lëvizje e ushtarëve në përpika më të sigurta, që nuk e ka njoftë. Ne kemi pas një mision në operacionin Shëgjeta, si që dini, dhe ka pas misioni në operacionin Shëgjeta, unë Musi Ashari dhe një grup djemësh kemi kaluar në për teritore të cilat ka qenë në rrezik permanent të kontrolluara nga ushtria dhe policia serbe. Tash duke ju falenderuar gjithshmërisë të këtyre djemëve, kryej me agimin, ne kemi kaluar, kemi shpërthyer rrethime dhe kemi shkuar për të realizuar misionin tonë. Është shumë rëndësishme për njerëzit të cilët janë situata tilla të udhëheq një njeri i sigurt, i vendosur, i guximshëm, po dhe që një të rinë. Agimi ka qenë një njeri i tillë. Kur ju keni qenë në dorën e tij, keni qenë të sigurt në rrugën që keni marrë, sepse keni parë të ai njerin i cili din dhe ka guxim dhe vendosmëri për të realizuar detyrën që e ka marrë. Dhe kjo ka qenë një nga detyrat më të rëndësishme të agimit, sikur që ka qenë një nga detyrat më të rëndësishme e jona që ishte ngarkuar nga shtabi i përgjithshëm UÇK-s për të shkuar në Shqipëri dhe për të filluar operacionin Shëgjeta. Prandaj fillimi i operacionit Shëgjeta. Gati të fillojmë me këtë. Agimi ka pasur në ngarkim neve si delegacion për të na përcjellur nga një pikë deri në një pikë tjetër për të vazhduar pastaj rrugtimin tonë drejt Maqedonisë për Shqipëri. Me agimin kam udhëtuar në zonat e ndryshme të Kosovës për të fuqizuar organizimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, por në veçanti në zonën operative të Nerodimës, por duke kaluar kufirin Kosovë-Maqedoni, Kosovë-Shqipëri, shquhej për suqëlsinë dhe vëmendjen e shtuar në çdo veprim dhe çdo lëvizje që e bënim. Sot shteti i Kosovës e nderon heroin Agim Matoshi për sakrificën sublime për lirinë e Kosovës. Familja Matoshi dha një kontribut të madh në luftën për çlirimin e Kosovës. Kjo familje i fali luftës çlirimtare 6 ushtar, por pati edhe të tjerë që ndihmuan ushtrinë me ushqim. Sot, kjo familje ka brenda saj 3 invalid të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krenaria bashkë me dhembjen e pashmangshme do të qëndrojnë për herë në zemrët e prindërve të agimit, të cilët i falën atë dheut njërin nga autorët e lirisë së vendit. Mira më kanë babi dëshmëri. Unë jam krenar. Që kom pasat qali. Kur s'ka pas qetë, me ditën e që po nisët. Gjithë t'inja, gima ki u, a brena. Kam u, po pse ti po më vetë. Shumë ranë jarke. Rënja e Agim Matoshit, Naim Bekës dhe Avni Shehut 13 vjetë më parë, shkaktoi dhimbje të madhe kudo në Kosovë. Pasi vendi humbi 3 djemë, të cilët lirina të dheut e çmuan më shumë se jetrat e tyre. Heroizmi i treguar nga agimi përveç tjerash të bën të kthesh kokën ka fshati greme dhe të mendosh. Sa me fat është një popull, një këmbë, kur ka çlirimtar si Agim Matoshi. Hej, kur t'ili, oj qiftili, ne damar trima tiri, betri shkollja për jetësisht, atjene me ohte berisht, plaktat dhe kytrin jashtë në shit, hej, flakatana, Agim Matoshi.